Departamenti i Informacionit në Koha Televizion. Paraqet. Të nderuar teleshikues të Koha Televizion, ju përshëndes. Ja ku jemi takuar së bashku përsëri në një tjetër ambient të kryeqytetit. Jemi diku afër qendrës sot, në një ambient siç e shikoni interesant, me gjelbërim, një ambient veror dhe sigurisht bashkë me të ftuarin tonë që është interesant, është i veçantë sepse e keni parë dhe besoj e shikoni për ditë në ekran, është gazetar, është moderator emisioni. Unë kam kënaqësinë ta prezantoj edhe si një koleg timin që sigurisht shkëmbejmë her pas here problematikat e ndryshme profesionale dhe jo vetëm, por edhe arsimore, edhe aspektet e tjera të shoqërisë. Dhe nëse ju mbahet mend tek një kanal televiziv që është UTV, ai bën orën 0. Ndoshta tani u kujtohet, por nëse do ta shikoni tani në ekran është Alen Xhelili. Alen Xhelili, speaker, gazetar, moderator i emisionit Ora 0 në UTV, prej vitesh i angazhuar në ekran. Vjen nga shkolla e gazetarisë, një student i talentuar dhe për mua mbetet sigurisht një nga zërat më të veçantë dhe një nga gazetarët më të mirë që kemi në vend. Por ne do ta pyesim sot Alenin rreth fillimeve të karrierës së tij, duke profilizuar sigurisht anët e panjohura që ndoshta ju nuk i njihni, por thjesht keni parë imazhin dhe moderimin e tij në ekran. Do shikojmë një Alen të përditshëm, një Alen ndryshe nga ekrani dhe njëkohësisht do të marrim prej tij dhe mendime të ndryshme rreth aspektit profesional rreth gazetarisë që zhvillohet në vend. Alen, të falenderoj shumë që pranove të jesh pjesë e Koha Televizion e programit të mëngjesit. Të uroj së pari sukses, siç ke korrur deri tani në këto vite. Do të shikojmë lart dhe më lart. Mund të na tregoni se si ka nisur lidhja jote me profesionin e gazetarit? Faleminderit dhe pikë pari përshëndes të gjithë shikuesit e televizionit Koha në radhë parë. Ju falenderoj juve për këtë intervistë të veçantë në llojin e saj dhe një kritik dashamirëse do doja që ta zhvillonim këtë intervistë si një ish student me një ish pedagog dhe jo si dy kolegë, megjithëse me të drejtë ju e thatë që jemi kolegë dhe do të vazhdojmë të jemi kolegë, gjithsesi për mua është kënaqësi, keni qenë një ish pedagogu im, unë kam qenë ish student i juaj dhe kjo besoj na ka lidhur më tepër në vimësi edhe të zhvillimeve sikurse ju e thatë më herët. Karriera e gazetarisë rreth 4 vite më parë. Kam qenë korrekt dhe vazhdoj të jem korrekt me UTV News, ish televizionin UFA. Nisa sikurse nis çdo karrierë televizive pra nga terreni. Nëse kthehem në retrospektiv, kanë kaluar 4 vjet, e kam nisur në qytetin e Durrësit. Atëherë televizioni ishte i zhvendosur në Durrës, më duhet bëje gazetarin e terrenit. Më pas, për ta përmbledhur shkurtimisht, kam bërë gazetarin e terrenit në Tiranë, mu besua një edicion lajmesh në fundjavë, një përmbledhje javore në fundjavë, më pas speaker lajmesh dhe para 3 vjetësh kam marrë emisionin e mëngjesit në Durrës. Televizioni në atë kohë vazhdonte dhe qëndronte në Durrës. Dhe kur televizioni u transferua në Tiranë, mu propozua emisioni Ora 0 dhe e drejtoj prej 2 vitesh këtë emision, do të ndalemi besoj më pas dhe çfarë është Ora 0. Mu besua emisioni Ora 0 para 2 vjetësh edhe do të jetë edhe viti i tretë që do ta drejtoj sepse më është propozuar sërish dhe në sezonin e ardhshëm të jem sërish drejtuesi i emisionit Ora 0, ndërkohë në UTV News bëj dhe zëvendës kryeredaktorin e lajmeve për pos e emisionit cili është çdo ditë nga e hëna në të shtunë në orën 12 natës dhe ku shikuesit njihen jo vetëm me aktualitetin politik përmes lajmeve kryesore, të cilat bën një rezume në këtë emision, por edhe nëpërmjet titujve kryesor të gazetave, gazetat të cilat shikuesit kanë mundësi të përzjedhin shkrimet kryesore, gazetat më të rëndësishme për të shfletuar më pas në mëngjes. Qartë. Ju në fakt para 4 vitesh, para se të nisnit punën në televizion, keni qenë edhe një student gazetarie, siç e prezantuat edhe vetë në nisje. Mund ta di se si erdhi lidhja e pjesës teorike
në shkollë me pjesën praktike në profesion. Kishte një le të themi një lloj lidhje logjike apo ajo që mësuat në shkollë ishte ndryshe nga realiteti që ofronte media shqiptare? Interesante kjo pyetje, do ta ndaja në dy pjesë. Unë kam qenë jashtëzakonisht skeptik sa i përket teorive të gazetarisë anglosaksone dhe të gazetarisë perëndimore që mësohen në shkollë, dhe ndërkohë studenti pasi përfundon shkollën, kur del në terren dhe përballet me punën e përditshme, kupton që nuk ka as etik, nuk ka as moral, ka vetëm urdhër, zbatim urdhri, dhe këtu përfundon gazetaria. Gjithsesi, të mos zbejmë dhe peshën që kanë këto leksionet të shkollës flas, sepse ato ndikojnë njerëzakonisht shumë në formimin e përgjithshëm të çdo studenti që më pas do të hedhë hapet e para në karrierën e bukur, e them me plot gojë e bukur, por dhe të vështirë të gazetarisë. Unë mbaj mend kur kam qenë student në qytetin e Elbasanit, në gazetari, ka qenë një mik i përbashkët, Hektor Çiftja, pedagog në Universitetin e Elbasanit, i cili më ofroi në televizionin Skampa atëherë në Elbasan, isha diku tek 19 vjeç ndoshta, dhe më shbesuar të jepi edicione lajmesh që në atë kohë në Elbasan. Pra, teoria është një pjesë që unë mësova në shkollë dhe praktika është diçka tjetër që ndoshta ishte edhe shans që e preka më herët se studentët e tjerë në televizionin e Elbasanit dhe përfitova ato benefite që ndoshta më bën ta dashuroja këtë si profesion dhe këtë si punë. Sipas Hektor Çiftes, speaker lajmesh mund bëhet dikush që dhuntit ja ka falur natyra, që ka një buzë, që ka një zë, por që do jashtëzakonisht vullnet për të punuar. Më është dashur jashtëzakonisht shumë kohë për të punuar dhe për të stabilizuar në këtë drejtim. Pra unë kam zgjedhur të përqafoj gazetarinë e ekranit më tepër se sa shtypin e shkruar. Kam bërë praktik në shtypin e shkruar, nuk e njoh mirë shtypin e shkruar, kam bërë zvendës redaktorin e lajmeve, por pjesa për cilën unë kam mbuluar dhe vazhdoj të mbuloj ende në televizion është pjesa e ekranit. Për një gazetar që del në ekran jo vetëm si speaker lajmesh, jo vetëm si drejtues emisioni, por një gazetar që thirret edhe në momentet kur televizioni duke qenë se është format news, pra gjatë 24 orëve ka vetëm lajme, thirret për ngjarjet, për breaking news, thirret për ngjarjet që janë pa parashikueshme, për që duan një moderim në ekran me orë të tëra, derisa të zbardhen ngjarjet dhe shikuesit të kuptojnë dhe të mirë kuptojnë për çfarë bëhet fjalë. Vim tek emisioni që juve tashmë ju identifikoni në farë mënyrë si gazeta Ora Zero. Një format që realisht ka ekzistuar më përpara në televizionet shqiptare, por ju besoj që tashmë jeni të vetmit në treg në aspektin e vimësisë, së prezantimit të gazetave të ditës, edhe njëkohësisht të ftuarit që flet mbi zhvillimin dhe ngjarjet e aktualitetit. Mund të na thoni se ku qëndron sfida e vërtet e realizimit të këtij emisioni, përveç orarit që është pak vonë për një gazetar, por që një sfidë vërtet që ju e shikoni se është dhe profesionale por edhe personale. Sfida. Nëse do ta quaja sfidë është vetëm nuhatja që duhet të ketë një moderator dhe një gazetar për të përshtatur të ftuarin me aktualitetin e ditës. Pra, nëse sot çështjet ekonomike janë ato që prevalojnë, i ftuari definitivisht duhet të jetë i fushës ekonomike dhe atëherë ti do duhet që të japësh maksimumin e kapacitetit të energjive për gjetur një ftuar të kësaj fushë, të gjesh pyetjet për këtë fushë, ndryshe ti del nga tregu. Nëse e konsiderojmë sfidë, kjo është sfida. Ose se për këtë orarit keni drejt kur thoni, por duke qenë se kanë kaluar 2 vjet tani mua më shndruar dhe i gjithë sistemi dhe qoftë edhe i gjumit, qoftë edhe shoqëror, qoftë edhe ai sa askush nuk guxon të bie telefonit në orën 10 para ditës, sepse di që në atë orë do jem gjum. Vetëm më guxova që të mora sot në telefon për të komunikuar. Pa dieni. Saktë. Por që është një emision që sa është i lodhshëm për syrin e qytetarëve, pra 6 ditë në javë në 12 natës me 6 ftuar të ndryshëm çdo natë,
aq nuk është i lodhur shumë për mua personalisht që duhet kujdesem për këtë emision. Pra që të gjej 6 ftuarit që të përpull, sikurse e thash më herët, tematikën dhe problematikën e ditës me të ftuarin dhe tek e fundit të gjej atë që në Shqipëri ndoshta është kthyer sfundmi në një problem vete, që ti të mos etiketohesh me gishtë si i majt apo si i djathtë, që do të thosh ti të bësh balancën e të ftuarve të javës me të gjitha forcat politike në vend dhe që edhe shikuesit dhe ata që janë dashamirës të emisionit të kuptojnë që ti nuk je as me njërin krah dhe nuk je as me krahun tjetër, por që ti tek e fundit bën punën tënde dhe puna jote është ajo që pikë pari bëhet për të ardhur në ndihmë sadopak qytetarëve, sepse për ata bëhet puna e gjithë. Alen, keni patur fatin që të keni ministra, deputet, njerëz të analizës, të ekonomisë, të shumë fushave të ndryshme në vend. Nga këndvështrimi juaj, nga debatet që ke pasur në studio, ke nxjerrë një konkluzion për realitetin rrethues, se besoj më mirë se sa ju çdo natë kur dëgjoni diskutime, ide, problematika, mendoni që në të vërtet ato që thuhen janë ndryshe nga ato që është në të vërtet, sepse këtu qëndron realisht edhe një dilemë e publiku, dëgjon shumë fjalë, shumë premtime dhe shikon që jeta dhe realiteti shqiptar nuk është e tillë. Ju e keni konstatuar këtë kur i keni dhe drejt për drejt këta politikanë? Pra nëse publiku i shikon në ekran, ju keni mundësi që t'i takoni edhe t'i keni vetëm 2 metra larg? Ndjes për gjithë të ftuarit e orës 0, por s'po i them emra dhe sigurisht që realiteti virtual, pra realiteti që ofron ekrani është i ndryshëm nga realiteti shoqëror. Një ftuar në emision ndryshon jo me ditë, as me javë, po ndryshon me minuta. Momentin që sikur se është ndezur ajo llamba e kuqe, ndizet llamba e kuqe në studio, kemi njëri tjetër përballë, dhe në momentin që fiket llamba e kuqe, kemi njëri tjetër në kafe, më pas me të ftuarit. Unë nuk do doja të ndaja me emra konkret, ju thatë ministra, zëvendësministra, drejtorish, kryetar gazetash, prap, të gjithë njerëzit që tek e fundit mbajnë një përgjegjësi karshi detyrës tyre dhe kanë që flasin për opinionin publik, qoftë edhe për të sqaruar se ku qëndron drejtoria që ata drejtojnë, institucioni që ata drejtojnë dhe gjithë problematika që ngrihet rreth asaj pune. Unë nuk doja t'i ndaja me emra që më ka bërë përshtypje X i ftuar apo Y i ftuar, por që po nis me kritik për të vazhduar më pas ndoshta me dashamirësi, më bën çudi një fakt që çedon fakti kur politikanët flasin si specialist dhe specialistët flasin si politikan. Shpesh këto role ngatërrohen. Dhe besoj qytetarët e kanë më të thjeshtë, sepse të dëgjosh një politikan që është i emëruar politikisht në një post caktuar, që flet si ekspert në një fushë të caktuar, të vret veshin. Dhe jo vetëm të vret veshin, unë nuk e di ku e marrin guximin, nëse janë direktiva apo nëse janë qasje personale që dikë e bëjnë që dalë jashtë natyrës vet. Por që një politikan që flet si profesionist çedon, sigurisht se çedon një profesionist i një fushë të caktuar, në momentin që merr një emërim politik, fillon dhe flet si politikan. Kjo është kritika, por që puna e përditshme më ka bërë të njoh edhe njerëz që realisht meritojnë respekt. Njerëz me integritet profesional, njerëz me integritet moral të lartë, njerëz që duke qenë se edhe ju profesor keni intervistuar shumë njerëz, keni arritur ta kuptoni kur ti i drejton pyetje dikush edhe dikujt dhe ai ka një poker face, e themi në fytyrë, që thotë vazhdo se e di ku do dalësh dhe unë e kam përgjigjen gati. Dhe këta janë profesionistët dhe mu këta më pëlqejnë. Këta janë ata që të vënë më tepër në siklet gjatë bisedave, sepse ata e dinë çfarë ti do thuash. Dhe kjo është pozitive, sepse ata janë të përgatitur rreth fushës që mbulojnë, dikasterit që mbulojnë. Këta vështirësojnë më tepër punën e gazetarit, por tek e fundit ne për këtë jemi që na vështirësohet. Në fakt, një çështje që publiku ka vënë re dhe deri diku është bezdisur, është të njëjtat fytyra në ekranet e ndryshme.
por shikojmë që te emisioni juaj vinë edhe personazhe që publiku i njeh pak ose i ka dëgjuar dhe nuk i ka parë. E keni menduar në formë strategjike këtë pjesë të emisionit apo kështu kërkon puna për të realizuar një emision që i përshtatet dhe formatit? Jo, nuk dikush ndoshta edhe ma ka thënë në kafe që justifikohesh me faktin që ke 6 intervista në javë dhe domosdoshmërisht nuk i mulon dot me njerëz që janë më publik se të tjerët, por që nuk është fare kështu. E vërteta është që unë si gazetar i ri, unë si një njeri që më tepër se gjithçka tjetër jam i prirur që t'jap mundësi sikurse më kanë dhënë mundësi, mendoj që njerëzit janë të lodhur nga ato figura që përpara se të flasin, qytetarët e dinë çfarë do thonë. Pra, ju me drejt bëni kritikën që si thot dhe një miku im, nuk po e përmend me emër, që është një furgon gazetar, një furgon analistësh që bredh nga një televizion në tjetrin. Pikërisht këta analistë, pa dashur ti paragjykoj apo ti gjykoj, po flas për tjetër gjë, këta analistë janë bërë të lexueshëm edhe për syrin e opinionit publik. Një qytetar që ngjon një analist X, në momentin që ati t'i jepet e drejta e fjalës, e di se çfarë do thotë. E di se me kë llogore është rreshtuar, e di se kë do shaj, e di se kë do mbroj. Tek ora 0 ka dhe analistë të tillë, normalisht, por ka dhe një pjesë tjetër që opinioni publik i sheh me dëshirën më të madhe për të kuptuar realisht jo vetëm se me cilin krah është rreshtuar, sepse ka ardhur dita që qytetarëve i interesojnë sa më tepër njerëz që të mos jenë të rreshtuar se sa të jenë të rreshtuar, por që tek e fundit ka ardhur dita që të mësojnë se sa profesionist është X-i, çfarë mbulon Y-i dhe çfarë qëndrimi mban Z-a, që nesër unë shpreh bindjen që këta qoftë politikanë të rinj, qoftë analistë të rinj, qoftë gazetarë të rinj, qoftë njerëz të administratës publike që janë të rinj profesion, nesër do jenë këta që do mësojnë televizionet qoftë edhe kombëtare shqiptare. Këta të ftuar të orës 0, unë jam i bindur që kanë premisa dhe kanë të ardhme. Momentalisht ta janë të deri diku ekranet e mëdhaja janë të izoluara, nuk gjehet hapësira, në orën 0 ofrohet kjo hapësirë. Në fakt, ne flasim për analistë të ndryshëm që lëvizin, por ka edhe një merkato gazetarësh që shkojnë gjithandej aty ku tek e fundit ofertat janë më të mira. Të vjen habi që Aleni nuk ka lëvizur nga istikami, është një shprehje e popullit. Pra, i ka qëndruar shumë besnik kanalit ku ju punoni. Si shpjegohet? Ndërkohë që statura juaj, eksperjenca që keni krijuar mund të jepte edhe një shans për të shkuar në televizione më gjigante, po themi. Arsyet janë krejtësisht personale, që do të thotë nuk gjykoj askënd sepse lëviz në tregun e gazetarisë, dhe unë kam përshtypjen që askush nuk lëviz as për më pak, kur flas për më pak flas për financiarisht, dhe nuk lëviz as për më pak kushte komode, nuk lëviz as për punë më të vështirë. Jo, gjithkush që lëviz sepse ka një ofertë më të mirë, gjithkush që lëviz sepse mendon se shkon në një ekran më të madh, potencialisht është e mundur që dhe profili i tij qoftë publik, qoftë ana profesionale të rriten, ndërsa unë kam menduar që, dhe nuk është se unë nuk e kam çuar në përmendje, por që jeni sinqert, qoftë me shikuesit dhe qoftë për që jeni sinqert me ju. Dhe unë e kam çuar në përmendje, por ky televizion po rritet dita ditës. Kjo nuk është fare për promo, sepse televizionet nuk i bëjnë promo njëri tjetrit, sepse kanë ekranin e tyre për të bërë promon gjithsej cilin, mënyrën, kushtet, në rrethanat e veta. Ky televizion po rritet. Unë po rritem bashkë me këtë televizion dhe nuk e kam gjykuar të arsyeshme që do shkoja diku tjetër dhe do më krijoheshin po këto kushte që më krijohen në këtë televizion. Pra është diçka personale dhe mendoj që nuk duhet ndalemi shumë te kjo pjesë. Unë doja të vija pak edhe tek pjesa
le të themi e gazetarisë televizive në vend ku shikojmë më shumë se sa krijimtari, përshtatje të formateve të huaja me realitetin në vend, mediatik po flasim gjithmonë, dhe shikojmë një shikues të lodhur të mërzitur që pa e paragjykuar as pak median televizive shqiptare, shkon dhe udhëton për televizionet të tjera, kryesisht të huaja, të cilat zakonisht në darkë, për hir të së vërtetës, në orët 20, 22, 23, që janë dhe orët më të ndjekura të mbrëmjes, shkojnë për televizionet që kanë argëtim, ofrojnë filma e kështu me radhë, ndërsa televizionet tona janë të fokusuara te lajmet, tek debatet, tek kështu me radhë. Mendoni që kjo bëhet për arsye ekonomike, sepse këto kushtojnë pak, apo sepse nuk ka krijimtari të vërtet televizive që të ofrojnë edhe këto formate që publiku i do? Kjo bëhet për arsye ekonomike, jo sepse mungon krijimtaria, por sepse krijimtaria kushton. Që do të thotë? Një televizion, unë nuk mendoj se mungojnë regjisorët e mirë, nuk mendoj se mungojnë skenaristët e mirë, por që mendjet e ndritura dhe mendjet e mëdha kushtojnë. Dhe çfarë ndodh? Duke qenë se ju e dini më mirë se sa unë që formatet televizive numërohen me gishta, dhe brenda këtyre formateve pasaj dikush luan ka 3 karrike dhe ka një ministër me 3 analist, dikush luan ka vetëm një politikan, dikush merr një aktor, por që është po ajo në kuadrin e një interviste e prerë e thatë. Ke format tjetër që është një talk show me të ftuar të sektoreve të ndryshme ku bëhet një të paktën eksperjenca shqiptare, një lloj kakofonie që shikuesi nuk merr vesh se ç'ndodhi në fund, por që del më i konfuzuar se sa çhyri para se ta ngjonte këtë emision. Dhe konkluzioni është që janë pak televizione që investojnë në burimet njerëzore. Burimet njerëzore janë kryesore. Nëse do duhesh të ngresh një televizion, nuk mjafton teknologjia. Ti mund të investosh në teknologji sa do duhesh, janë burimet njerëzore. Me sa duket, kjo gjë është kuptuar mbrapsht në Shqipëri. Në Shqipëri investohet jashtëzakonisht shumë në teknologji, por nuk investohet në burime njerëzore. Dhe kur flas në burime njerëzore, nuk flas vetëm në shtimin e stafit, pra që të merren për një emision 5 gazetar, të merren të ftuar cilësor, po flas në burime njerëzore që të merren ekspert të fushave. Unë nuk mendoj se mungojnë ekspertët, por mendoj se është një zgjedhje jo shumë e zgjuar, por tek e fundit pragmatiste atyre që sot drejtojnë televizionet shqiptare. Bet një debat, duke qenë se ju vini nga shkolla e gazetarisë, e cekët pak më përpara, dhe njëkohësisht nga shkolla e praktikës, ta quajmë një shkollë dhe pjesën praktike. Si mendoni, një gazetar, televiziv, por jo vetëm, gazetari i medias së shkruar apo radiofonike, është mirë ta ketë patjetër shkollën e gazetarisë apo gazetar bëhesh edhe pa një shkollë të tillë? Ju e keni një shkollë gazetarie, por do ta kishit të nevojshme apo do të preferoni diçka tjetër pasi e keni provuar këtë shkollë? Unë kam një shkollë gazetarie, kam dhe një master gazetarie dhe jo për këto arsye, po për arsye të cilat do t'i shpjegoj më pas, mendoj se duhet dhe në 90% të rasteve sukses korrin studentët që mbarojnë fakultetin e gazetarisë. Një speaker lajmesh që natyra i ka falur bustin, i ka falur zërin dhe teknologjia i ka falur prompterin, vetëm kaq mund shkojë. Duke prompteri duke ecur dhe duke lexuar kokat e lajmeve, tregon tek qytetarët që është i aftë dhe është i përgatitur. Në momentin që këma i rrëshket nga pedalja e prompterit, e sigurt që nuk e mbaron dot atë kokë lajmi, e sigurt që nuk e mbaron së treguari një ngjarje, dhe nuk flas për gazetarët e rinj, por flas për gazetarët me eksperiencë, funksionon kështu. Ndërsa një moderator, po ndalim tek speakerët, një speaker që vjen nga terreni i gazetarisë, e ka shumë më të thjeshtë punoj edhe pa prompter, e ka shumë më të thjeshtë edhe të përballoj biseda në studio, dhe tek e fundit ajo për cilën luftohet më së shumti në botë, por që keq kuptohet në Shqipëri.
në botë nuk i intereson, flas për gazetarinë perëndimore, nuk i intereson emri i të ftuarit, rëndësi ka lajmi që del. Në Shqipëri synohet e kundërta. Në Shqipëri synohet të kesh një emër në studio, ai mund të mos thot asgjë, rëndësi ka që është filani i ftuar në studio dhe kjo është shumë mirë dhe për opinionin dhe ty të ka ardhur ky emër në televizion, pa ai nuk prodhoi lajm. Çfarë do? Misioni i gazetarisë nuk është emri që t'i fton, është çfarë ai thot. Një edhe ju e pranuat që patjetër kur keni një emër të njohur dhe shikueshmëria e televizionit besoj është më e lartë. Mendoni Alen, po ju bëj një pyetje që më shumë se sa me profilin tuaj lidhet edhe me një konkluzion që keni nxjerr në këto vite profesionale. Po bëhet një debat, ndoshta underground, ndoshta i shfaqur drejt për drejt për 20 ca vjet demokracie dhe elitat mbeten po ato që janë. Mendoni që duhen ndruar elitat, pra duhet të kemi njerëz të rinj në jetën shoqërore, politike, mediatike, pse jo? Sigurisht. Unë kam besuar gjatë gjithë kohës që ndoshta ajo që po ndodh sot me rrethe vicioze të caktuara, qoftë në politikë, qoftë në gazetari, është diçka që do jetë e përkohshme. Dhe kur flas kam menduar në momentin që unë i hyra këtij terreni, sepse para se të hyja gazetarisë nuk më shkonte në mendje as se cilat janë klanet politike, as se cilat janë klanet mediatike, e thënë rënd për shikuesin klanet, por që për rrethe vicioze, grupe, interesa, lidhje. Duke kaluar çdo ditë më shumë në këtë profesion, ndërkohë që kam dhe një të mirë që ekrani nuk më ka bërë të mos humb kontaktet as me terrenin dhe as me njerëzit cilët nuk kanë lidhje as me politikën, as me gazetarinë dhe as me ekranin, por që kanë lidhje me atë çfarë e shqetëson një qytetar shqiptar gjatë përditshmërisë të tij. Kam kuptuar që nëse Shqipëria ka 22 vite pluralizëm dhe është ende në 22 vite quhet që është në tranzicion të tej zgjatur, ky tranzicion ka ardhur vetëm për faktin sepse mungojnë rotacionet e elitave në politikë. Dhe jo vetëm politikë, edhe në gazetari. Sepse nëse sjellim shembuj të demokracive të kulluare, qoftë edhe të Amerikës, sado një imazh i gjithë pranuar nga qytetarët amerikanë ishte marrë një emër Bill Clinton, mandati i thot 8 vjet dhe më mbrapa ti do largohesh nga politika sepse do vish dikush tjetër që qoftë më i aftë se ty apo më pak i aftë se ty nuk ka rëndësi, por ti duhet të lësh vendin dikujt tjetër. Dhe ky është një shembull që detyrimisht duhet, nëse neve mendojmë që rruga jonë e ardhmja jonë është Bashkimi Evropian, nëse ne mendojmë që do marrim statusin në tetor këtij viti dhe nëse ne duam që të demokracia, ekonomia dhe gjithçka në këtë vend të shkojnë në standardet e BE-s edhe më lart, duhet paktën të mos ndjekim vetëm shembujt e Italisë, Gjermanisë dhe Anglisë se si bëhen emisionet në televizive, në studio dhe t'i kopjojmë, por që të vazhdojmë dhe mëtej me rotacionin e elitave dhe me dëshirën e madhe që në kryet vendit dhe në çdo dikaster të vinë njerëz që e duan vendin e tyre, vinë njerëz që nuk mendojnë për pushtetin e përkohshëm që kanë, dhe të vinë njerëz që tek e fundit i shërbejnë vendit për t'i lënë vendin dikujt tjetër me mirëbesimin që dhe ai do veprojë në të njëjtën mënyrë. Jemi në 2 minutat e fundit të intervistës Alen. Perspektiva, ku do ta shikojmë Alenin së shpejti ose në një kohë tjetër? Kjo është një nga pyetjet ndoshta më të bukur dhe më të sikletshme sepse mendimet janë të shumta. Po e shpreh një dëshirë të hapur, një dëshirë ime është të hyj karrierës akademike. Por që nuk do mungoj në ekran. Kam një kontratë morale me qytetarët, e vlerësoj unë kontratë morale dhe do vazhdoj të jem pjesë e ekraneve shqiptare, do vazhdoj të jem sërish i gazetari që ndoshta jo në 12 natës, por një orar tjetër, do vazhdoj sërish të përpiqem t'i sikletos ndoshta pak
qoftë politikanët, qoftë të ftuarit në studio, tek e fundit, jo vetëm për të bërë detyrën, po tek e fundit për t'i dhënë pak shpresë qytetarëve që edhe në këtë vend gjërat të shkojnë mirë në jetëtarët më të afërt. Alen, të falenderoj që ishe pjesë e bisedës son në këtë mëngjes në Koha Televizion, të uroj suksese dhe u bëft dëshira jote. Profesor, kënaqësia ishte ime, dhe unë ju falenderoj, ju uroj dhe unë juve suksese dhe suksese televizionit. Të nderuar teleshikues, me një djalë modest, me një gazetar shumë të mirë, me një profil të veçantë televiziv, kemi qenë në këtë program mëngjesi për të sjellë tek ju ato ndoshta pjesë, siç e tham që në fillim, të panjohura të një moderatori televiziv i cili ka vite në ekran, në një ekran siç është UTV News, të cilën ju besoj e ndiqni gjithandej. Dhe është kënaqësi gjithmonë që të kemi njerëz të rinj, njerëz që kanë dhe ide të reja. Do të kemi mundësi, besoj edhe në herë të tjera, që Aleni të jetë dhe të bisedojmë për çështje të ndryshme. Sot u fokusuam tek ai dhe te profesioni i gazetarit. Faleminderit për mundin e bashkë mirupafshim.